Dashur miq, do të flasim tashmë për artin konceptual në Kosovë i 2025 që promovohet sot në Zyri dhe për të diskutuar rreth këtij projekti në linjë direkte kemi autorin Ilir Muharremi. Mirëmëngjes Ilir, nga studio e programit Mëngjesit. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Përshëndetje. Përshëndetje edhe një herë. Si e kemi Zyrihun në këtë mëngjes, Ilir? Zyri është shumë i ngrohtë. Bilet dallimi i kohës me Prishtinë këto është shumë më nxehtë. Ilir, t'i kthehemi pra temës tonë rreth prezantimit të projektit tënd dhe fillimisht pse vendoset që ta prezantoni tani dhe pse pikërisht në Zyri? Faleminderit për pyetjen. Çfarë ju përshëndes gjithëve aty. Momentalisht ndodhem në ateljen e artistit Abdi Hajdari Kames, ku edhe prapa meje është një punim shumë tërheqës, një punim shumë i fuqishëm i artistit, për kësaj i cili është edhe i përfshim, po ashtu në librin tim. Libri do të promovohet sot në orën 17:00 në bibliotekën Pestaloci këtu në Zvicër në Zyri, një bibliotekë shumë e njohur për promovimet e librave. Arsyeja për promovimin e librit tim është këtu veçanërisht për artistët të cilët jetojnë këtu, për ata artistë edhe shqiptar, edhe ndërkombëtar, po ashtu edhe artistë botëror që marrin pjesë, ku ta promovojnë veprën tonë origjinale konceptuale, ku e kam bërë një përmbledhje, ku deri para këtij librit kanë qenë materiale të shpërndara nëpër katalogje ose nëpër literaturë të ndryshme. Dhe unë kam bërë një përmbledhje, se e ke edhe vetë nga viti 2000 deri në vitin 2025, ku janë të përfshirë artistët të dëshmuar, artistët kryesor ose artistët përfaqësues të kësaj lëvizje të artit konceptual edhe neokonceptual, që vlen të theksohet. Po, çfarë mesazhi përcjell dhe arti konceptual kosovar sot, Ilir? Përcjell mesazh ku ngrit spore idenë e pastaj formën e veprës. Ky art është art shumë i njohur edhe në gjithë botën, po ashtu edhe në literaturë dhe në histori të artit. Vërtet gjatë hulumtimit që kam bërë pothuajse 25 vjeçar, kam hasur në vepra të mrekullueshme të artistëve, ku secili artist ka stil, është unik, ka mesazh të fortë, ka temë që trajton. Se ky art fokusohet më shumë edhe në përmbajtjen e temës, në përmbajtjen e konceptit, në vizionin të cilin e jep artisti mbas veprës së tij. Dhe secili artist në librin tim është i promovuar, domethënë ka marrë pjesë në galeri të ndryshme, qoftë rajonale apo edhe në galeri të famshme që i kemi botërore. Vlen të theksohet për shembull përfaqësuesi kryesor i artit Sislej Gjafa, i cili sot do ta mbajë edhe është pjesë edhe panelit, që do të flas për veprën. Po ashtu e falenderoj artistin Kushtrim Sulejmani, i cili ka bërë organizimin, dhe është një artist shumë i veçantë në këtë rrymë të artit. Ilir, po a e kupton publiku kosovar sot më shumë artin konceptual se sa dikur? Domethënë, ky art në Kosovë ka marrë një havë të madh, sidomos prej vitit 2010 deri më sot. Deri para vitit 2010 ka qenë ndoshta një art jo i kufizuar, po nuk është kultivuar shumë. Por me ardhjen e rrymave, domethënë të jashtme, veçanërisht artistët të ri janë frymzuar nga artisti i madh Sislej Gjafa, i cili ka filluar domethënë edhe para vitit 2000 që ka promovuar këtë art. Po normalisht edhe artistët të ri kanë dalur edhe në forma individuale, kanë dalur edhe në për Evropë, ka marrë pjesë në për galeri të ndryshme. Është art që sot jo që kuptohet, por edhe studiohet, edhe hulumtohet, edhe krijohen punime të ndryshme shkencore për këtë art. Është një lëvizje ku e gjithë bota e promovon. Domethënë, jo vetëm në Kosovë, por Kosova vërtet ka një zhvillim shumë të madh sa i përket këtij arti. Edhe në trajtimin e veprave, siç e ceka, po ashtu edhe në trajtimin e ideve që i kanë. Po, cilat ishin sfidat më të mëdha për artistët konceptual në Kosovë? Sfidat, unë e ceka, tash normalisht, jo vetëm ky art, po edhe të çdo lloj arti artisti ballafaqohet me sfida të ndryshme. Por ky art mund për shembull të aplikohet në rrugë, mund të aplikohet para galerisë, mund të aplikohet në muze,
mund të aplikohet edhe në për metro dhe kudo. Është art që fokus kryesor ka për shembull protesten, revolten, pakënaqësinë. Domethënë përfshihet në politik, por nuk i shërben politikës, por rregullon ato probleme të cilat politika i qet në diskutim. Është një lloj arti ku është një rësi që artisti sakrifikon vetveten në dobi të kolektivit. A kolektivit tash e pranon veprën në formë interaktive, sepse është art interaktiv. Na kemi artistë shumë të guximshëm. Kjo është për mu lavdru, se na e dim që ne kemi, domethënë, jemi 26 vjet të dalur nga lufta, por ky art është në pjedestal, domethënë është vërtet në një ngritje shumë të madhe dhe mund të krahasohet dhe artistët mund të krahasohen edhe me artistët të famshëm botror, të cilët janë përfaqësues kryesor, siç e kemi artistin Ai Weiwei ose Marina Abramović, që janë kulmi i artit konceptual dhe neokonceptual. Do thotë ky art është mjaft i guximshëm në Kosovë, Ilir, apo jo? Shumë i guximshëm. So në ceka artistët në forma individuale e promovojnë këtë art. E qëllimi im ka qenë që libër ta krijoj një histori të re për artin bashkëkohor, e cila ka mungu të ne. Sepse nëse marrim një analizë ose ulumtim në shtetet evropiane ose në shtetet rajonale, disa shtete rajonale, por të gjitha shtetet evropiane kanë libër në aspektin historik, por edhe në aspektin praktik që e kanë trajtu ose kanë shkruar për artin konceptual. Kurse ne në Kosovë nuk e kemi pas. Dhe është libër i parë që e trajton këtë lëvizje të artit konceptual. Dhe është pjesa e parë, është e sheni aty për shembull të pjesa e kopertinës, ku është edicioni i parë i këtij libri. Besoj do të fakti ju besoj, por jam duke vazhduar edhe me edicionin e dytë ose me vazhdimin e pjesës së parë të këtij libri. Ne duke folur për këtë art, natyrisht për gjithë ato që po flasim, të interesuarit mund ta gjejnë në këtë libër që pra promovohet sot. Po çfarë don artin ton nga ai evropian, Ilir? Këto, do me thonë, temat, pak a shumë, po dhe temat janë të gjajshme, sepse këto arte prekin tema globale, tema sociale, tema juridike, tema ekonomike, tema ku futet, do me thonë, filozofia, shkenca, gjitha. Temat pëthuaj se janë të gjajshme, por mediumet janë të ndryshme. Dikush për shembull fokusohet te video performance, dikush te skulptura, dikush te instalacionet. Domethënë këtë varet stili dhe qasja e artistit. Ilir, po si reagojnë publiku i huaj kur shef art nga Kosova? Bashkëpunimi me publikun e huaj ose me kurator ose me kritik të huaj është i mirë. Dhe vërtet është për të lavdru guximi dhe krijimtaria e artistëve që i kemi piqujt ashtë i vendor kosovar. Se në një farforme artistët janë globalizu, se artisti nuk i takon vetëm kumbit ti. Artisti i takon gjithë globit, se artisti i shërben krijohet nga vendi ti, por është në shërbim të gjithë botës. Edhe artistët tonë është, domethënë, vështirë mi vrejt përmes veprave, sepse vepra është ajo, pse unë këtu nuk më shkruaj për artist. Unë kom shkruaj për veprat e artistëve, më shumë fokusu. Dhe këtë fokusi është analiza e veprave të artistëve, krahasimi rajonal me artin bashkëkohor, konceptual, ku i kom cek për shembull Maqedonin, Slovenin, Malinezi, Kroacin, Bosnjën, në çfarë niveli ata e kanë artin konceptual dhe në çfarë niveli e kemi ne. Çfarë ngjashmëri kemi te temat, te mediumet që i trajtojnë ata, te mesazhet që i përcjellin ata, te diskutimet që i ngritin ata në bazë veprave dhe diskutimet që i ngritim na në bazë veprave. Po ashtu normalisht edhe kam përdor referenca shkencore, kam përdor citime nga artistë shumë të famshëm që janë përfaqësues kryesor botror të këtij arti, sepse ne dimë që një vepër post fat rezultate, post fat referenca shkencore mendojnë normalisht që i mungon ajo fuqia. Kurse te vepra ime ka edhe element, jo ka, po është 99% edhe ulumtim shkencor që kom po për veprat e artistëve. Ilir, a është ky art më shumë emocion apo provokim?
ky art i ka në fakt emocion sepse rrjedh nga vedia e artistit, nga instinkti i artistit. Por provokim në aspektin pozitiv ose interaktiv të pjesa e publikut. Se ky art është shumë interaktiv, nuk është narracion i brendshëm i artistit. Ky artisti në një farë forme sakrifikon veten në dobitë e kolektivit, për me rregullu diçka përmes estetikës të këtij arti. Është art shumë filozofik, por jo në atë kuptimin teorik, ose në atë kuptimin klasik teorik. Por filozofia e këtij arti, ose në teksti i këtij arti, ose simbolika e këtij arti, të quaj figurativisht, është e kamufluar brenda konceptit, sepse koncepti është primar e forma vjen pas konceptit. Ose estetika figurativisht përjashtohet sepse në një farë forme i shërben koncepti. S'di sa po kuptohemi. Ilir, jemi në fundin e intervistës sonë dhe një mesazh të fundit të lutem, po që se ke për televizionistit dhe natyrisht adhuruesit e këtij arti. I ftoj të gjithë sot në Zyri të vinë dhe të shohin një art pequj të ri, një art që është në trend, sidomos edhe në këto minuta me artistët të cilët edhe i vazhdimisht krijojnë gjithë botën. Ju ftoj të merrni pjesë, jeni pjesëmarrës, po patën kohë, në ora 17 ju mirëpresim. Ju falenderoj juve shumë për hapësirën dhe për ftesën. Lutem, Ilir, faleminderit shumë që ishe mysafir përmes kësaj linje direkte dhe shumë suksese. Faleminderit gjithashtu. Dashur miq, pas kësaj